Kur femra duhet të suportoj femrën, sepse në fundit vetëm ajo e kupton, domethënë ne e kuptojmë njëra tjetrën. Nëse femra nuk e suporton femrën dhe bëhet urrëtie për të, atëherë kjo tregon shumë për shpeshherë në shpirtin nuk mund t'ia shohim dikujt, por mund të shohim veprimet që ai person bën. Kështu që në një botë që femra nuk suportohet më, por bëhen protesta në lidhje me femrën, për mbrojtjen e femrës, për mbrojtjen e të drejtave të femrës. Shpeshherë janë femra që sulmojnë femrën duke i quajtur robëresha, sllave, etj, pse kanë atë islamofobin për brenda, dhe në një botë ku bëhen protesta të mëdha që të mbrohen të drejtat e femrave, të drejtat e njeriut, etj, janë pikërisht këto femra që sulmojnë femrat e tjera. Dhe tani kuptoj pse ferri, sipas islamit, si që na është thënë, pse ferri do të jetë i mbushur me femra. Për ata që nuk e dinë, ferri do të jetë i mbushur me femra. Fatkeqësisht. Kështu që mblidhni mendjen dhe keni parasysh që duke thënë gjërat jo të mira për një femër tjetër, nuk ju bën një femër më të mirë, më të bukur, më të dashur, më të zgjuar apo më lart se ajo femër që ti përpiqesh të hedhësh poshtë. Dhe keni parasysh në Islam femra ngrihet lart, dhe në momentin që ajo sulmohet, Allahu e ngren akoma më lart, dhe pikërisht në momentet që ajo mund të ndihet ndoshta ajo mirë, ku di unë, është pikërisht ai momenti që Allahu e motivon, i jep forcë dhe e bën atë të ngrihet përballë të gjithë atyre që përpiqen ta shkatrojnë. Kështu që përpiquni të shihni ato veprimet tuaja përpara se sa të gjykoni të tjerët, dhe keni parasysh që ajo që ti thua thjesht tregon se kush je si person. Dhe nëse ti ke nevojë të çlirohesh, unë do t'i këshilloja këtyre femrave të marrin një psikolog dhe të këshillohen, sepse ajo jetë e vështirë që ndoshta ato mund të kalojnë, nuk dinë si të shërohen dhe përpiqen që të sulmojnë njerëzit e tjerë, pa e ditur që kush është vërtet besimtar nuk ka nevojë për asnjë lloj mburoje tjetër përveç